dashur miq të emisionit Health Matters, sot mysafir në studio kemi të ftuar një kardiolog, elektrofiziolog I vetmi në ÇKUK, me ne doktor Edmond Haliti. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit për ftesën që ndresa, gjithmonë është kënaqësi. Faleminderit. Doktor, ju sapo jeni rikthyer nga një trajnim apo takim profesional mes shoqatës evropiane të ritmit të zemrës dhe grupit punues nga Kosova. Si shkoi ky takim edhe cilat janë të reja, cilat janë ato detajet e rëndësishme shëndetësore që do ju duhen pacientëve tanë? Po, ashtu siç e thatë dhe ju, në Vjenë është mbajtur, siç mbahet për vjet, domethënë kongresi vjetor më I madh evropian për çrregullimet e ritmit, ku fatmirësisht edhe ne si Kosovë, ndoshta një vend I vogël vitet e fundit, po japim kontributin ton dhe jemi anëtare me drejtat barabarta në mesin e shumë shoqatave dhe grupeve punuese të kombeve ose shteteve të dëshme të Evropës nga data 30 deri me datën 1 prill, domethënë kemi qenë atje, kemi pas seanca të ndryshme ligjëratash, trajnime ose ato që I quajnë tutorial, domethënë trajnime hands-on, dhe mbi gjitha kemi pas edhe takime formale, shoqata jonë me shoqatat nacionale dhe me bordin drejtues të European Heart Rhythm Association, asaj që quhet EHRA, ku ata kanë mirë prit, domethënë zhvillimet e fundit pozitive në fushën e aritmologjisë kosovare, të cilat sigurisht janë modeste, janë në hapa të vegjël për një vend në zhvillim, siç jemi edhe ne, për një vend vogël, por është mjaft inkurajuese sepse mjafton që tashmë jemi partner të EHRA-s dhe ata kanë kapacitete si njerëzore, ashtu edhe materiale, edhe kapacitetet, komplet infrastrukturën e tyre vënë dispozicion që ta zhvillojnë edhe tutje, bëjnë trajnimin e stafit ton, pikërisht në vendet më të zhvilluara të Evropës, e veçanërisht vendet që I kemi në region, siç është për shembull Kroacia, Bullgaria, Turqia, që janë vendet tona amike dhe të cilat I kemi edhe më afër dhe të cilët në një farë mënyrë kanë kaluar nëpër të njëjtat sfida nëpër të cilat kalon edhe kardiologjia dhe aritmologjia kosovare, kështu që mendoj që është një rrugë e cila është nisur dhe po çon sigurt ngadalë drejt fryteve në këtë fushë. Po cilat janë ato përfitimet që do t'i kenë pacientët tanë pas ndjekjes së këtyre trajnimeve? Po, sigurisht ne trajnime të tilla kemi filluar që në vitin 2000, në fund vitit 2021 realisht, edhe pse ka pas tendenca edhe më herët që të bëhen trajnime më specifike në këtë fushë, por prej vitit 2021 deri tash trajnimet janë duke vazhduar, trajnime të kohëpaskoshme, të cilat bëhen si në vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian, ku zhvillohen këto procedura që janë mjaft moderne, sepse vlen seke që aritmologjia intervent ose kjo pjesa e elektrofiziologjisë është lami relativisht e re, dhe nivel botë, domethënë janë 20-30 vitet e fundit që kanë bërë një bum të madh zhvillimin e këtyre lamive. Dhe tashmë ne kemi filluar ato trajnime, të cilat siç thash I bëjmë në laboratore mjaft avancuara të Bashkimit Evropian në vendet të tilla si Bullgaria, Kroacia, Gjermania, Zvicra, kështu me radhë, po njëkohësisht ne kemi arritur që të marrim në qendrën tonë për të punuar bashkë me ne ose për të na mbikëqyrur në punën tonë, ato që quhen proctorship, disa emra eminent të elektrofiziologjisë evropiane. Fatmirësisht disa prej tyre janë edhe kosovarë, janë shqiptarë tonë të cilët kanë dalë nga e njëjta shkollë, po kanë pas fatin që të punojnë në qendra shumë të mëdha dhe kanë arritur nivele mjaft të larta të ekspertizës. Duhet të falenderoj këtu publikisht doktor Valon Spaheun, I cili është një kryemjek, I cili ka punuar për vite me radhë në Gjermani dhe tashmë ai është në Zvicër, në një nga spitalet universitare më të mëdha në Insel, në Bern, I cili ka kohë pas kohë dhe na ka trajnuar dhe është në dispozicionin tonë vazhdimisht për konsulta në këtë fazë të hershme zhvillimit të elektrofiziologjisë. Përpos doktor Valonit është edhe doktor Ilir Maraj, që punon në Connecticut, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një kolegi I joni që ka filluar fillet e mjekësisë në vendin tonë, ka studiuar dhe ka punuar fillimisht dhe tashmë është një ekspert I lartë I elektrofiziologjisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe profesor po ashtu eminent nga Bullgaria, profesor Vasil Trajkov, që është një emër eminent në shoqatën evropiane të kardiologjisë, dhe profesor Shime Manolla dhe doktor Nikola Pavlović, që janë kroat, të cilët punojnë në qendra të zhvilluara universitare dhe janë plotësisht suporter të fortë të zhvillimit të kësaj pjese në vendin tonë. Së fundi ne kemi vendosur edhe marrëdhënie të mira edhe me Turqinë, edhe pse trajnimet e para realisht unë I kam bërë edhe vetë në Turqi bashkë me një koleg timin në vitin 2014, po ka qenë thjesht fillimi. Tashmë ata kanë avancuar në një vit krejtësisht tjetër në Universitetin Hacettepe në Ankara, po ashtu janë dy profesorë eminent, profesor Jorgun dhe profesor Aytekin, të cilët po ashtu kanë shprehë gatishmërinë për trajnimin e stafit tonë dhe për të ardhur këtu për të kontribuar në këtë fushë. Pra vjen shumë mirë që përmendi gjithë këta emra, gjithë këta njerëz vullnet mirë para zgjedhësh, sepse gjithë janë emra shumë të mëdhenj dhe shumë të angazhuar në punën e tyre profesionale, po
shpesh e them që në komunitetin aritmologjik si duket ka një solidaritet aq të madh, saqë njerëzit janë gjendje që të vinë, të lëjnë punët e tyre dhe të vinë të kontribuojnë në një vend vogël siç është vendi jon, po e kam parë që është një terren i pa eksploruar në fushën aritmologjisë intervente dhe me të vërtetë ka shumë njerëz në nevojë. Dhe kjo kthehem te pyetja fillestare që bëhet ju në një dobi shumë të madhe për njerëzit, sepse kryhen procedura të tilla me një nivel jashtëzakonisht lart, po kryhen nga stafi jon vendor në mbikëqyrjet e stafit ndërkombëtar në këtë fazë dhe synojmë që sa më shpejt të pavarësohemi që këto punë t'i kryejmë në mënyrë vetanake dhe pas neve, meqense jemi një numër, siç e thatë, mjaft i kufizuar, pas neve të vinë edhe mjek të tri, mjek që do të kenë një karrierë përpara akoma më të gjatë që të tutje ta zhvillojnë shërbimin në nivele akoma më të larta. Kalojmë në anën profesionale, ka është një aritmi edhe si mund të dallojmë që kemi problem me ritmin e zemrës, cilat janë ato simptomat e para? Po, atëherë aritmia ose dizritmia është një çrregullim i ritmit të zemrës. Pra zemra është një organ i cili që nga lindja deri në vdekje gjeneron impulse elektrike, pa u lodhur, domethënë prodhon vetë ngacmohet, pra është një ritëm i cili në mënyrë të natyrshme zhvillohet. Në rast se kemi shmangje nga kjo normë, domethënë zhvillohen ato që quhen aritmi, të cilat mundën me qenë aritmi në kuptimin e ritmit të çrregullt, ritmit të shpejtuar, ose siç e quajmë ne bradiaritmi në kuptimin e një ritmi të ngadalt, ose një ritmi i cili nuk përcjell impulsin në të gjitha pjesët e zemrës. Sigurisht trajtimi i aritmive bëhet gjithsesi në Kosovë, sigurisht edhe në gjithë vendet tjera, domethënë aritmitë e thjeshta mund trajtohen ndonjëherë takarditë e thjeshta sinusale ose ekstrasistolat edhe nga mjeku familjar dhe nga internisti dhe nga kardiologët e përgjithshëm, po megjithatë ka raste kur çrregullimet e ritmit janë më specifike dhe kërkojnë një ekspertizë më të lartë. Dhe pikërisht janë ato raste me të cilat ne po merremi vazhdimisht. Në mesin e aritmive, aritmia absolutisht më e shpeshtë është fibrilacioni arterial, që shumë njerëz e dinë, dhe pesha e kësaj aritmie është aq e madhe saqë sot mendohet që rreth 2% e popullatës përgjithshme vun nga kjo lloj aritmie, ndërkohë që me shtimin e moshës, pra të moshat më të vjetra të gjitha aritmitë, në mënyrë specifike fibrilacioni arterial vjen duke u bërë shumë i shpeshtë, madje ai shkon në 10% të popullatës së përgjithshme. Problemet e aritmive janë jo vetëm ndjenja subjektive që njerëzit kanë lidhur me ato rrahjet e çrregullta të fuqishme ose të shpejta të zemrës, po edhe me pasojat që vijnë nga to. Disa aritmi dorë në zemër janë, siç i themi ne, kozmetike, nuk kanë ndonjë pasojë shumë të madhe, krijojnë pra vetëm simptoma klinike, po disa tjera mundën me qenë mjaft të rrezikshme dhe një pjesë e tyre, siç janë ato disa aritmi ventrikulare, fatkeqësisht mundën me shkaktuar edhe vdekje të papritur kardiake. Dhe kjo bëhet akoma më e rëndë kur kjo paraqitet te një person i cili paragjykohet si shëndosh, sepse bëhet fjalë për çrregullime të pastërta elektrike në disa raste, ku befasisht pacienti i cili deri me dje është konsideruar i shëndosh në moment thonjë arrest kardiak dhe në qoftë ai ka fat të reanimohet dhe mbijeton, në qoftë se nuk ka fat përfundon fatkeqësisht fatalisht, por një pjesë tjetër aritmive janë ato që shfaqen në grupin e pacientëve të cilët tashmë kanë sëmundje të ndryshme të zemrës. Për shembull, një pacient që ka një hipertension pa kontrolluar, një diabet pa kontrolluar, që ka sëmundje kronike mushkërore pa kontrolluar, çrregullime të balancit elektrolitik, që ushqehet në mënyrë jo të shëndetshme, është obez, ka çrregullim të funksionit tiroides ose ka sëmundje madhore kardiake të tilla si infarkti në zemër, pamjaftueshmëria e zemrës, sëmundje valvulare, pra gjithë këta pacientë janë të prirur për të bërë çrregullime të ritmit në sfondin e sëmundjes bazë që ata kanë. Pra këto janë aritmi të cilat shfaqen si pasojë e një sëmundje të themi ne organike, qoftë e zemrës, qoftë edhe jashtë zemrës. Kurse pjesa tjetër aritmive, kur ato shfaqen si sëmundje të izoluar, shfaqen të personat që në aparencë janë persona të shëndosh. Po kur duhet këta pacientë që kanë të lashje të tilla të kërkojnë ndihmë nga specialisti? Fatmirësisht sot edhe niveli i vetëdijësimit drejt sëmundjeve kardiake në përgjithësi dhe aritmive në veçantë është mjaft i lartë, pra njerëzit sot kanë falë edhe punës që bën UC Media në sensibilizimin e njerëzve, po falë edhe teknologjisë që na ofron informata të shumta, ka shumë njerëz që edhe ndryshimet minore në ritmin e zemrës ose të shëndetit të ritmit të zemrës i referohen specialistit. A janë për të shqetësuar gjitha? Sigurisht, fatmirësisht që nuk janë gjitha, po gjithsesi një vizitë te kardiologu me një EKG, që është ekzaminimi më bazik, pra ndonë se EKG është ekzaminim mjaft i vjetër, që ka mbi 100 e sa vite që është në përdorim të klinik, nuk e ka humbur vlerën e vet sa i përket çrregullimeve të ritmit, pra mbetet një ekzaminim bazik. Dhe një EKG është
qasshme, po mendoj gati në çdo institucion shëndetësor bazik. Interpretimi e EKG-s mund të bëhet nga specialistët e trajnuar për këtë fushë, madje sot ka edhe metoda tjera tashmë me inteligjencën artificiale ose me metoda tjera të cilat mund ta bëjnë një interpretim bazik të EKG-s në rast se ka ndonjë dyshim, menjëherë që rekomandohet që ata të bëjnë një vizitë te specialisti i ritmit. Ndërkohë që rastet pak më të rënda ose rastet që kërkojnë një lloj si themi një lloj alarmi më të lartë, janë rastet të cilet këto çrregullime të ritmit shoqërohen edhe me, domethënë përveç ndjenjes së çrregullimeve të ritmit, atyre që ne gjuhën mjekësore i quajmë palpitacione, kanë edhe simptoma shoqëruese dhe para gjithash nëse pacienti ka pas humbje të ndjenjave, ka pas ndjenjë të fiktit. Pra nëse pacienti është rrëzuar në kuadër të këtyre çrregullimeve të ritmit, atëherë ka gjallë që të mshefet një patologji më serioze e ritmit në raport me ata që nuk i kanë këto simptoma. Dhe këta pacientë duhen patjetër të vizitojnë kardiologun dhe specialistin e ritmit, ose kur këto çrregullime të ritmit shoqërohen me uljen e tensionit, me marramendjen, me zbehje djersitje, me shenjat e frymëzanjes, pra mund të paragjykohet se mbrapa kësaj simptomatologjie më komplekse mundet me qëndru një sëmundje më serioze, që mund të jetë thjesht çrregullim mirëfilli vetëm i ritmit, apo mund të jetë çrregullim i ritmit në kuadër të një sëmundje tjetër, siç e potencova edhe më herët. Doktor, a janë aritmi të rrezikshme dhe çfarë trajtimi modern po marrin tash aritmit? Po, aritmit si nocion tham janë jashtëzakonisht shpesha, secili madje nuk ka person që gjatë jetës vet nuk e ka pas ndjenjën e aritmisë themi, sepse nëse vrapojmë dhe nuk kemi kondicion mjaftueshëm ose nëse i qasemi një aktiviteti fizik dhe dëshirojmë të arrijmë ato targete shumë shpesh, kemi me pas një ndjenjë trahjeve të shpejta. Domethënë besoj secili nga ne, një gru shtatzane gjatë shtatzanisë për shembull mund të ketë rrahje të shpejta, një person i cili ka lodhje kronike, ka ndjenjën e pagjumësisë, ka frikën, ka ankthin, ka me pas një ndjenjë të takikardisë ose rrahjeve të shpeshta, po edhe këto në termin e gjanë konsiderohen si aritmi ose çrregullime të ritmit. Po këto disa prej tyre janë fiziologjike, disa nuk janë fiziologjike, po janë të lehta. Kur flasim për aritmi si sëmundje, zakonisht flasim për aritmi të cilat kanë potencialisht bartin me vete rrisqe të mëdha dhe parazgjithash ato të cilat e bëjnë pacientin të prirur për vdekje të papritur kardiake. Dhe këtu kryesisht flasim për sindromat e ndryshme të preeksitimit, flasim për çrregullimet ventrikulare të ritmit dhe flasim edhe për fibrilacionin atrial, që është aritmia absolutisht më e shpeshtë, e cila përpasoj ka edhe goditje në tru ose stroke-un. Domethënë mendohet që gati në gjitha vendet e Bashkimit Evropian, në gjithë Bashkimin Evropian ka rreth 1 milion stroke ose 1 milion goditje në vit dhe numri i tyre është jashtëzakonisht i madh në nivel bote dhe diku rreth 20%, pra 1/5 e tyre shkaktohen nga fibrilacioni atrial. Dhe nga kjo del shumë e rëndësishme që t'i kushtojmë rëndësi edhe aty në çrregullimeve të rrahjeve të zemrës që ne i vrejmë dhe të lajmërohemi te mjeku, të bëjmë incizime me EKG momentale dhe me EKG afatgjata Holter, madje sot fal teknologjisë kemi mundësinë e monitorimit të ritmit të zemrës edhe me pajisje elektronike të tilla si orë të mëshme ose smartwatch, të cilat kanë aplikacione për EKG dhe mundën në kohë reale me incizu të paktën në një derivacion një ritmin e zemrës. Të gjitha këto e kanë bërë aq lehtë diagnostikueshme këto probleme kur është fjala të diagnoza. Kurse pyetja ju shtrihet për matutje edhe te trajtimi i këtyre pacientëve, edhe në fushën e trajtimit ka një avancim. Pra sot kemi mjaft barna, të cilat i adresojnë dhe i trajtojnë mirë këto çrregullime të ritmit. Sigurisht ndonjëherë nuk janë të mjaftueshme, ndonjëherë terapia me barna fatkeqësisht nuk është i përmbush nevojat e menaxhimit mjaftueshëm këtyre çrregullimeve të ritmit, por kësaj terapie me barna i bashkangjitet edhe terapia me device ose me pajisje elektrike në raste të caktuara, pra edhe në vendin tonë fatmirësisht sot implantohen pajisje të cilat kanë për qëllim normalizimin e ritmit të zemrës, qoftë për rrahjet e ngadalshme për bashkëpejtimin e mjaftueshëm këtyre, për shembull te bloqet, te bradikardit, vendosim ato që quhen hapshënues artificial ose që edhe populli njeh me termin pacemaker, bateritë në zemër kushtimisht, po kemi edhe bateri më të avancuara në zemër që janë më tepër se pacemaker, që i përdorim të çrregullimet ventrikulare të tilla si defibrilator të implantueshëm, që në gjuhën mjekësore dhe ndërkombëtare quhen ICD, CRT dhe të tjera. Dhe së fundi në vendin tonë, siç thash me hapat e vegjël, kemi filluar edhe këtë pjesën e intervenimeve ose ablacionin, djegjen e indeve të cilat janë përgjegjëse ose qelizave që janë përgjegjëse për një ritëm jo normal të zemrës. Dhe këto fillimisht po i bojmë të çrregullimet supraventrikulare të ritmit që prekin kryesisht mosha 3-ja, të tilla si AV nodal oriented tachycardia ose AV oriented tachycardia që mundet mu shfaq në kuadër të
sindromave të preeksitimit ose të kalimit në impulsit në një rrugë jo normale, ku impulsi kalon më shpejt se që duhet, por edhe pjesën e aritmive më komplekse supraventrikulare, si që janë flateri atrial, dhe në të ardhmen e afërt besoj që do të fillojmë edhe me fibrilacionin atrial, që është problematika numër 1, sa i përket vëllimit të pacientëve që kanë, e cila prek kryesisht moshat e vjetra, por fatkeqësisht kemi edhe moshat të reja. Dhe krejt për ta përmbledh gjithë këtë që thash, pra ka me modalitetet ndryshme, të cilat sot i kemi në dispozicion si profesionist shëndetësor, duke filluar nga metodat e thjeshta si EKG-ja deri te studimi elektrofiziologjik që bëhet në qendrën klinike universitare vitet e fundit, që përmbushin komplet spektrin e diagnostikimit këtyre patologjive, dhe po ashtu kemi në dispozicion edhe trajtimin e pacientëve, duke filluar nga këshillat që janë të domosdoshme në lidhje me modifikimin e stilit të jetës dhe modifikimin e faktorëve të rrezikut që predispozojnë për aritmi të këta pacient, deri të barnat e shumta, vendosja e pajisjeve të implantueshme të zemrës dhe ablacioni si metoda e fundit ose në këtë vazhd trajtimi të këtyre pacientëve. Çfarë ndodh me pacientët që nuk e trajtoni aritmi siç duhet? Cilat janë rrezikët edhe komplikimet? Pacientët të cilët nuk e trajtojnë ose e injorojnë ose nuk e njohin se kanë një aritmi potencialisht rrezikshme për jetën, mund të psojnë edhe vdekjet papritur kardiake, po prapë nuk dua të kjo përqindje e këtyre pacientëve të cilët janë të prirur për vdekjet papritur kardiake sigurisht është i vogël fatmirësisht, por ne asnjëherë nuk e dim në mesin e atyre pacientëve që ankohen cilët janë ata që vërtet duhet të kemi kujdes veçantë. Dhe kjo është arsyeja pse pacienti i cili ka palpitacione, pacienti i cili ka pas krizë vetdijes ose humbjen e ndjenjave, përveç ekzaminimeve të përgjithshme mjekësore, duhet i drejtohen edhe kardiologut e në mënyrë të veçantë specialistit të ritmit. Fakti që vdekja e papritur kardiake është relativisht e rrallë, por që pasojat janë terminale, fatale, e bëjnë këtë për t'i kushtuar vëmendje. Pra jo që numerikisht janë kaq të mëdha fatmirësisht këto raste, por problemi është se janë kryesisht mosha të reja, jo njerëz të cilët paragjykohen të shëndosh dhe të cilët nuk kanë marrë asnjë lloj trajtimi. Në raste të tilla kur pacienti ka të dhëna familjare për vdekjet papritur kardiake në terren të një aritmie ekzistuese, sigurisht që dyshohet se mund të ketë smundje gjenetike dhe janë sot dikur janë përshkruar një numër shumë i vogël i tyre, sot ka një rritje jashtëzakonisht të smundjeve të si të themi screeningut lidhur me gjenetikën e këtyre pacientëve dhe familje të tilla, domethënë duhet bërë si të themi edhe ekzaminime rutinore, pra në mesin e familjeve të tilla që kanë pas një vdekje të papritur të një person që është konsideruar i shnosh, e i cili është presupozuar se ka pas shërullim të ritmit, është mirë që të bëjnë edhe depistime familjare. Kurse të personat e tjerë që kanë ankesa të tilla e që sidomos lidhen me ankesa që kanë të bëjnë me sforcimin fizik e që shoqërohen siç thash unë me shenja të tjera si humbja vetdijes, lodhja, plagështia, zbehja, djersitja, ulja e tensionit në mënyrë përnjëhershme, duhet bë ekzaminime të duhura për të përjashtuar në masën më të madhe atë që nënkupton që pacienti nuk ka ndonjë rrezik eminent dhe në masën më të vogël, po me pasoja shumë të mëdha, ata që janë potencialisht për bë aritmi ventrikulare dhe që munden me përfundu ndonjëherë me ngjarje kardiake serioze. Doktor, aritmit shërohen vetëm me ilaçe kur e mendoni ju si elektrofiziolog vendosjen e një pacemakerit? Nuk është përgjigje thjesht me të thënë drejtën, edhe ne ndonjëherë pacientët i ndjekim për një kohë caktuar, bëjmë ekzaminimet shumëta, i hospitalizojmë, madje ndonjëherë bëjmë edhe komisione konziliare për të diskutuar dhe shtjerur të gjitha debatet profesionale lidhur me vendosjen një pajisje. Pashmangshëm që ne konsultojmë udhërëfysit evropian, madje ndonjëherë edhe ata amerikanë, të cilët pothuajse në detaje përshkruajnë skenare të ndryshme kur duhet vendosur saktësisht një pajisje e tillë, sepse është një vendim definitiv dhe pacienti që vendos një pajisje e tillë do ta bëjë për gjithë jetën, zakonisht nuk ka kthim mbrapa kur vendoset pajisja. Po të me gjithë përvojën që tashme kemi, me gjithë sfondin teorik që është kriju edhe në mesin e kardiologjisë kosovare dhe me udhërëfysit që i kemi në dispozicion tashme në kohë reale nga shoqata evropiane e kardiologjisë, ne shumicën e këtyre pacientëve jemi në gjendje që në kohën e duhur të marrim vendimin e duhur për vendosjen e pajisjes së tillë. Jo të gjitha aritmit kanë nevojë për vendosjen e pajisjeve të tilla elektrike, larg asaj, është një kontingjent i caktuar i tyre, pra pajisja elektrike e zemrës duhet vendosur
me arsye në plot, aty ku përfitimi nga ajo pajisje është më i madh se sa dëmi potencial që mund shkaktohet. Sepse gjithmonë procedura tilla njësore që kanë edhe implikim invaziv me komplikime potenciale, duhet të bëhet një lloj peshimi mes rrezikeve dhe përfitimeve. Dhe aty ku përfitimet janë më të mëdha, ne themi po, këtu duhet marr edhe ato rreziqe të vogla të procedurës dhe ose vetë bartjes së pajisjes edhe elektrike, por e dim që përfitimi nga ajo pajisje do të jetë i madh. Pra pacienti para zgjithash në rast se do të ketë nevojë për defibrilator, do ta ketë pajisjen e cila do ta lexon çrregullimin e ritmit, sepse ato janë smart device, kanë algoritme të jashtëzakonshme, të cilat analizojnë kohë reale ritmin e pacientit dhe brenda parametrave që mjeku i programon, ndonjëherë ka nevojë edhe bioinxhinieri të kyçet, aparati i tillë do të luaj rolin e diagnostikës dhe rolin e mjekimit, terapisë. Ndërsa për pacemaker është pak më e thjeshtë, ato zakonisht kanë funksione më të thjeshta, më bazike, po gjithsesi edhe aty nuk është e thonur se pacienti gjithkohën ka nevojë për ta përdorur atë aparat që bart gjatë jetës, mundet me qenë i varur nga përdorimi i saj, po mundet me përdorë edhe ato edhe 2% ose 5% raste, po janë raste në të cilat nëse pacienti nuk do të kishte një pajisje të tillë, mund të psonte rënd. Si ta mbajmë një zemër të shëndetshme në një botë moderne, edhe cilat janë veset e këqija që i kemi ne si popull? Në raport me çrregullimet e ritmit, mund t'japen këshilla të shumta asaj përket parandalimit dhe minimizimit të aritmive. Do të thonë duke filluar nga aktiviteti i rregullt fizik, pra parimisht një pacient me kondicion fizik jo të mirë dhe i parregullt në aktivitet fizik, në momentin e një sforcimi fizik ka me pas një lloj papërshtatshmërie të sistemit kardiovaskular mbi gjithë aritmit zemrës me aktivitetin fizik, pa zemra e tij do të tremë më shpejt se te një person i servitur. Reduktimi i përdorimit të alkoolit, pra sidomos përdorimin në mënyrë eksesive i alkoolit, abuzimi me alkool mundet me qenë një shkrepës i aritmive, madje edhe potencialisht vdekje prurse, po mbi gjitha fibrilacioni atrial dihet se mundet më shkaktu nga abuzimi me alkool, ndërprerja dhe promovimi i ndërprerjes së pirjes së duhanit, sepse pirja e duhanit sigurisht që dëmton përgjithsisht shëndetin kardiovaskular dhe mbi gjitha mundet me shkaktu edhe probleme të tilla me ritmin dhe sidomos ato që ne i kemi qejf shpesh dhe abuzojmë, përdorimi i tepërt i kofeinës, domethënë abuzimi me kafën, abuzimi me çajin e zi ose çajin e gjelbërës edhe teofilina dhe mbi gjitha taurina, e cila gjendet në pijet energjike dhe fatkeqësisht ndonjëherë edhe të rritë dhe të rejat, madje edhe fëmijët abuzojnë me to, mundet me qenë një nga faktorët e precipitimit ose përkeqësimit të aritmive, sidomos në mesin e personave të cilët nuk e dinë se kanë një çrregullim të ritmit dhe përdorimi i tyre në mënyrë eksesive mundet me qenë një shkrepës i aritmive, qoftë aritmive të zakonshme supraventrikulare, të cilat përgjithsisht menaxhohen lehtë, por mundet me pas ndonjëherë edhe pasoja në çrregullime ventrikulare, të cilat mundet me përfundu edhe keq. Pra, kryesisht kontrollimi i këtyre substancave që i marrim dhe eliminimi i duhanit dhe i alkoolit në sasi të tepërta, regjimi i shëndetshëm ushqimor, aktiviteti i rregullt fizik, mbajtja e peshës trupore, korrigjimi i faktorëve të tjerë si anemia, çrregullimi i funksionit gjandës tiroide, mbajtja në vlera të mira i yndyrnave, tensionit dhe sheqerit në gjak, të gjitha së bashku bëjnë që shëndeti jon kardiovaskular të jetë më në kontroll, që qoftë sëmundje të tilla si infarkti akut i miokardit, sëmundja aterosklerozës dhe rrjedhimisht edhe çrregullimet e ritmit, qoftë të lidhura me këto sëmundje, qoftë si sëmundje në vete, të jenë më të pakta dhe në rast se pacienti e ka predispozitën gjenetike, sepse domosdoshmë sëmundjet kardiovaskulare kanë një sfond gjenetik, disa prej tyre madje janë edhe gjenetikisht trashëgueshme, disa sindroma që lidhen me aritmitë, si sindroma Brugada ose sindroma e QT-s gjatur ose QT-s shkurt ose sindroma e repolarizimit të hershëm, pra disa prej tyre janë gjenetikisht të kodume dhe pacienti i kanë ato. Atëherë tek këta pacient masa duhet me qenë ende më strikte. Pra ata pacient duhet të distancohen nga këto substanca psikostimuluese, të cilat munden me nxit në çdo moment një rrahje jo normale të zemrës. Ju e përmendët që secili prej nesh mund të kemi çrregullim të ritmit të zemrës, po si t'ja bëjmë, si ta qetësojmë dhe relaksojmë organizmin në ato momente? Sigurisht në qoftë se është e shkaktuar nga hangthi, nga emocionet, duhet të bëjmë kontrollin e mirë të këtyre parametrave, nëse e kemi nga përdorimi i tepërt i kofeinës, teofilinës, pirja e duhanit dhe mos aktiviteti fizik, duhet ta
ta zbatojmë një stil shëndetshëm të jetës, po përgjithsisht ato rrahjet e shpejta të zemrës që i kemi në rast të emocionet, ndonjëherë mundën mu menaxhu shumë mirë me meditimin, me leximin, me dëgjimin e muzikës, me vallëzimin, ose edhe me metodat e tilla siç janë mbajtja e frymës, nëse rrahjet shpesh i rekomandojmë, po flas për menaxhimin e tyre pasi ne kemi bërë një konsult me specialistin e ritmit dhe pasi kemi bërë ekzaminimet e duar dhe kemi thënë që okay, ti nuk keni çrregullim të ritmit, nuk keni sëmundje të zemrës, thjesht ke një mbindjeshmëri të sistemit tënd simpatik në raport me adrenalinën e prodhuar, në raport me menaxhimin e stresit, emocionit, mundet me përdorë edhe manovrat e frymarrjes, pra të marrim frymë thellë, ta mbajmë frymën, disa herë provojmë ndonjëherë të kollitemi, do të thonë provokojmë, këto janë manovrat të cilat e rrisin presionin brenda gjoksit, nxisin disa baroreceptorë dhe për 1% mundën me i normalizu ose me i ul rrahjet e zemrës. Pra këto janë masat e cilat ja rekomandojmë edhe pacientëve të cilët kanë takikardi sinusale të papërshtatshme, kanë epizoda takikardisë paroksizmale supraventrikulare, po mundemi më rekomandu edhe njerëzve të shëndosh potencialisht, po të cilët kanë problem në raste të caktuara, për shembull frika, qoftë edhe nga mediat, ose nga frika kur shkojmë te mjeku, ose frika nga fluturimi, e që mundet në mënyrë sekondare me na provoku qoftë kapërcime në rrahjen e zemrës, pra rrahje kapërcyese ose eksasistola, ose takikardi sinusale të papërshtatshme. Ju e përmendet më herët që prej një aritmie me intensitet të lartë mund të kemi edhe sulm në tru, strok, por a mund të kemi edhe në pikse gjakut apo edhe diçka tjetër? Po, kjo është ndër problematikat më të mëdha me të thënë drejtën në fushën e çrregullimit ritmit që na bashkon në të njëjtën kauzë edhe me specialistët e fushës neurologjisë. Pra, përveç që çrregullimet e ritmit dëmtojnë cilësinë e jetës, krijojnë një pasiguri, japin pacientit ankth dhe depresion, edhe ekstremi tjetër ke edhe çrregullimet e ritmit që mundën më shkaktuar vdekje të papritur kardiake. Mes këtyre dyjave qëndron një peshë e madhe e çrregullimeve të ritmit që jap invaliditet. Domethënë kur flasim për stroke-un, për goditjen në tru, flasim për pacientë të moshave të ndryshme. Një pjesë më e madhe kuptohet janë më të vjetër, po fatkeqësisht ka edhe të ri ku pengesat në qarkullimin e gjakut trunor që mundën më shkaktuar mes tjerash nga fibrilacioni atrial, pra fibrilacioni atrial është një rrahje krejtësisht kaotike e paradhomave të zemrës ose atriumeve, ku gjaku të jepet mundësi me qëndru një kohë më gjatë, pa me qenë se zemra nuk kontrahohet mirë, po bën thjesht dridhje, gjaku qëndron për një kohë më gjatë brenda zemrës dhe kjo krijon terren për mpiksje dhe një nga ato dromcat ose embolat që i quajmë ne trombotike mundet mu përcjell mandej gjatë kontraksionit zemrës në pjesët e sipërme të trupit ton, sepse ku qëndron domethënë truri dhe kjo mundet me shkaktu pikërisht bllokimin e një jene trurore e cila mandej rezulton me insultin cerebrovaskular, stroke-un ose me humbjen e disa funksioneve, një ose disa funksioneve të trurit, duke filluar nga pengesat folur deri te pengesat në lëvizjen ose ndjeshmërinë e pjesëve të caktuara e deri te gjendjet edhe tronda të humbjes vedijes, të cilat mundën me përfundu edhe fatalisht. Dhe këta pacientë janë kontingjenti i pacientëve me numër më të madh, siç e thash, dhe këtu është edhe shqetësimi më i madh i komunitetit aritmologjik dhe neurologjik, sepse gjitha sëmundjet aritmit janë shqetësuese, po kjo është numri më i madh i pacientëve. Pra këtu, siç e thash, në moshën mbi 65 vjeçare aritmi tilla kanë rreth 10% e pacientëve. Dhe në peshën totale të stroke-ut ose insulteve cerebrovaskulare rreth 1/5 shkaktohen nga ky faktor, pjesa tjetër shkaktohen edhe nga faktorë tjerë. Prandaj duke detektu me kohë fibrilacionin atrial, duke trajtu me kohë fibrilacionin atrial, dhe tashmë kemi barna në fillim të karrierës time, ndonë se nuk ka shumë vite, studime thonë që ndoshta para 10 viteve nuk kemi pas edhe një shkallë të mirë të antikoagulimit pacientëve, nuk kemi pas atë barna të mjaftueshme të mira për me mbajt gjakun më të hollë, siç duhet tek ta pacient, po sot nuk është kjo arsye. Do thonë se kemi mjaftueshëm barna të cilat janë adekuate mbas gjitha studimeve për ta mbajtur gjakun më të hollë, prandaj duhet luftu për identifikimin e fibrilacionit atrial, duhet luftu për trajtimin e fibrilacionit atrial me barnat përkatëse, qoftë me antiaritmik dhe parazgjithash me barna për tollimin e gjakut, dhe tashmë besoj që shumë shpejt, ndonse ende nuk kemi fillu, të fillojmë në rastet me indikacione, ku ka indikacione të bëhet edhe intervenimi për izolimin e venave mushkërore tek ta pacient me fibrilacion atrial, në mënyrë që të kemi sa më pak pasoja që lidhen me sulmin tru dhe me invaliditetin, që ndonjëherë është edhe permanent. Cilat janë ato metodat moderne që përdoren tek ta pacient, si qëndrojmë ne në krahasim me vendet të tjera evropiane, dhe çfarë mendimi keni për barnat inovative? Sigurisht që
thash në lidhje me barnat, shumica e tyre tashmë janë të aksesueshme. Jemi tu jetu në një kohë globalizmi edhe në qoftë se në kohë reale një bar që përdoret rrallë nuk gjendet në Kosovë, njerëzit sigurojnë atë, nuk është ndonjë problem i madh. Sigurisht që kemi punë për të bërë, sidomos në fushën që po flasin të elektrofiziologjisë, për të implementuar komplet gamën e shërbimeve elektrofiziologjike, sepse ne kemi filluar thash me disa aritmi supraventrikulare që janë të shpesha, që janë kryesisht mbizotrojnë në moshat e reja, po ende nuk kemi fillu me këtë gamën e procedurave elektrofiziologjike që prekin moshat më të vjetra, edhe skenaret ma kompleks pacientave ma tronë, por sigurisht që rruga do t'jetë sigurisht rruga është në atë, po shkon drejt atij drejtimi. Nevojat janë vazhdojnë me qenë të mëdha, pra ne ende kemi pacientët të cilët nuk kemi mundësi me i zgjedhë të gjitha skenaret ma komplekse, po ky grupi pacientëve zakonisht identifikohen dhe trajtimi i tyre ju afrohet qoftë me mekanizma tjerë shtetëror, domethënë për patologji matrale ma komplekse mundën edhe me shku në vendet caktume ku kryhen këto procedura, po tendenca është që sa më shumë nga këto procedura të kryhen në vendin tonë. Dhe mendoj që në këtë rrugën e elektrofiziologjisë që e kemi fillu, sidomos këto 2-3 vitet e fundit, ka shpresë që shumë shpejt ne do të arrijmë të përmbushim spektrin e trajtimeve invazive të elektrofiziologjisë. Megjithatë mund të them lirisht që pjesa më e madhe rreth 90% e këtyre patologjive me përjashtim fibrilacionin atrial dhe takardisë ventrikulare tashmë kryhen edhe në institucionin ku punoj në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Po cilat janë kriteret që duhet përdoren gjatë zgjedhjes së një produkti në kardiologjinë intervente, prej cilësisë deri tek siguria e saj. Do me thonë, si qëndron ajo ndërlidhja inovative në këto raste? Po, sigurisht, mendoj që fati jonë në atë që jemi në vend zhvillim, fati jonë në atë lloj penalizimin që e kemi, që ndoshta nuk jemi të parë që i fillojmë këto procedura, qëndron ato që zakonisht kur këto metoda, procedura vinë te ne, që tash fatkeqësisht vinë më vonë, kanë kaluar po gjitha fazat e testimeve. Pra në kohën kur ne fillojmë një procedurë, ajo ndoshta nuk mund quhet edhe krejtësisht inovative, sepse vendet më të zhvilluara, qendrat më të mëdha, fillojnë këto studime ose masat e testimet e masave të sigurisë qysh herët. Pra ne jemi megjithatë një vend i vogël dhe kapacitetet i kemi të kufizuar për me bë procedurat të cilat janë krejtësisht inovative të atij niveli, po zakonisht ne jemi të orientuar të kryejmë procedurat të tilla invazive të cilat janë mirë të studiuara, rezultatet e cilave nuk janë dubioze, po janë tashmë të sakta, dhe të cilat janë futur në udhërefysit e shoqates evropiane të kardiologjisë dhe shoqates amerikane të ritmit. Pra, kur një procedurë, një bar, qoftë i ri, qoftë një bar që dikur ka qenë i vjetër, se kanë rikthehen edhe barnat e vjetra, mendohet që anatemohen për një kohë dhe kemi një grup barnave që janë kthy vitet e fundit fuqishëm, pra kur ato futen në udhërefysit e shoqatave të tilla prestigjioze si shoqata evropiane dhe amerikane, jemi të bindur se evidenca shkencore është më së e qartë. Pra nuk futet në guideline në udhërefys asnjë procedurë e cila është ende studimore. Kur ato futen në guideline, janë mjaftueshëm të sigurta dhe ka evidencë mjaftueshëm, kështu që neve na mbetet vetëm zbatimi dhe ndjekja aty në udhërefysve. Ju si profesionist shëndetësor, çfarë mendimi keni për rolin e inteligjencës artificiale në sistemin shëndetësor? Po, unë përmenda tangencialisht dhe me thonë drejtën vitin e kaluar në summitin e mbajtur në Varshavë për shërbullimet e ritmit, ka qenë top temë, domethënë gati gjithë summiti është folur për inteligjencën artificiale, edhe në konferenca që e mbajmë pashmangshëm. Kjo është diçka, është një zhvillim marramend këtë fushë me të thonë drejtën, që ndoshta ndonjëherë edhe ne si njerëz që po jetojmë këtë kohë reale jemi edhe të papërgatitur ta akceptojmë se çka mund të sjellë ajo inovacione, jo vetëm mjekësi, por në gjitha fushat e tjera, por atë që po mundohemi me bërë, me aplikuar është që të ndjekim ata udhërefys dhe ato elementet e inteligjencës artificiale dhe teknologjisë të cilat janë tashmë në për udhërefysit relevant. Sigurisht që kardiologjia moderne sot, siç edhe arrita besoj me elaboru gjatë këtij bisedimi, ka nuancat e përtej klinikës, ka nuancat e përtej mjekësisë, siç e kuptoni, sidomos këtë fushën me të cilën merrem unë, domethënë ka elemente shumë teknologjisë, pra nuk është diçka e bazuar thjesht në stetoskop, laps, në letër dhe në marrëdhënien e thjesht mjek pacient. Ajo është bazike, kuptohet, po bëhet fjalë, domethënë gjitha këto që i flas janë teknologji.
dhe ndonjëherë te kalojnë edhe përgatitjen profesionale të vetë mjekëve dhe kjo është arsyeja që në këto procedura të cilat i kryjmë nana punojnë me një punë ekuipore, pra aty ka vend për inxhinierin, bioinxhinierin dhe në një të ardhme sigurisht ka me pas nevojë edhe për IT-n, sepse analiza me programet ndryshme që na ofron sot inteligjenca artificiale na e thjeshtëson jashtëzakonisht punën e mbledhjes informatave, qoftë edhe afatgjate, qoftë edhe nga distanca, pra pacientin mund ta kemi në shtëpi në një qytet të Kosovës dhe ne në laboratorin ton ende nuk e kemi këtë lloj niveli, po qendrat në regjion kanë fillu që ta kanë edhe home monitoringun e këtyre pacientave, pra që ti nga spitali ose nga zyra ku punon të sinjalizohesh për një çrregullim të ritmit që ka një pacient që je duke monitoruar me pajisjen e implantueshme dhe para se pacienti të vjen te mjeku është mjeku që e thret pacientit thotë diçka ka ndodhur me pajisjen tënde, eja duhet bë programimi, duhet marr. Lidhur me diagnostikimin ka zhvillime marramendse, pra inteligjenca artificiale është diçka që mendoj ka me lehtësu, ka me facilitu punën, mjekësi ka me na çun dimensione krejtësisht të reja, por si mjek specialist i fushave mjekësore, ndoshta nuk jam edhe në gjendje me elaboru detaje gjithë atë që ka me na prit në një të ardhme të afërt në raport me inteligjencën artificiale. Doktor, duke ditur se deri në këtë moment jemi duke folur je vetëm elektrofiziolog në ÇKUK, cilat janë ato momentet sfiduese që i keni edhe cilat janë ato momentet më të lumtura? A na ndan disa nga përvoja juaj profesionale? Faleminderit. Ne jemi një ekip e vogël që punojmë në këtë fushë. Unë kam filluar ndoshta ndër të parë trajnimet për elektrofiziologjinë, ndërkohë që pjesa e device-ave ka ekzistuar edhe përpara, me disa procedura kuptohet më të thjeshta, të cilat vit mas viti kanë ardhur duke u pasuru. Në trajnimin për elektrofiziologji që është e vërteta jam me kolegun Dr. Gjevdet Krasniqi, i cili punon në kardiologjinë invazive dhe na suporton, na mbështet dhe ka ndjek pjesën më të madhe të trajnimeve së bashku në lidhje me elektrofiziologjinë dhe besoj që shumë shpejt do të kemi edhe mjek tjerë të cilë po ndjekin trajnimet ose janë në përfundim të trajnimeve të tyre në këtë fushë, e cila konsiderohet si fusha ndoshta më e vështirë, më mistike e kardiologjisë. Po ashtu kemi edhe një grup infermierësh jashtëzakonisht të vyshme, shumë të përgatitura për punën që e bojnë, qoftë në sallë, qoftë edhe në laboratorin e testimeve, pra gradualisht brenda kapaciteteve tona kemi arrit me profilizu këtë fushë. Na pret një punë e madhe, unë besoj që me ardhjen e frymës të re, mjekëve të ri dhe do të arrijmë që të pavarësohemi, si thash e para, në punën tonë lidhur me elektrofiziologjinë që e bojmë dhe të çojmë tutje. Dhe kjo mendoj me shembullin që kemi treguar këto 3 vite nuk e bën këtë thjesht një ëndër, e bën një diçka krejt realizueshme. Dhe në anën tjetër përvojat e vendeve siç e përmenda, sidomos Kroacisë dhe Bullgarisë, që janë pak a shumë vendet që kanë kaluar nëpër çka po kalojmë na, ndoshta pak më herët se na tregojnë që mundemi edhe ne ta bëjmë ato. Për shembull, Kroacia, e cila para 10-15 vite ka pas një laborator të vetëm që ka bërë vetëm një elektrofiziologji konvencionale, sot ka arritur që t'i ketë, nëse nuk gaboj, 9 qendra në gjithë vendin, 5 i ka vetëm Zagreb edhe tjera i ka vende tjera. Bullgaria, po ashtu një vend i cili ka pas një elektrofiziologji shumë modeste këto 10-15 vite, edhe me kontributin e profesor Trajkovi që ka ardhur mbas një trajnimi në Hungari, domethënë ka pas një input tri, domethënë e gjithë kjo na bën me kuptu dhe ne kemi pak më lehtë sepse i kemi miqt ton, i kemi shok ton, i kemi madje si thash edhe kolegë ton shqiptar që kanë shumë vullnet jo vetëm profesional, po kanë edhe emocion kombëtar për të na ndihmuar për këtë. Por gjë e shoh një rrugë e cila mendoj që këto hapat e mbetur do t'i kalojmë pak më shpejt. Paktën kjo është shpresa dhe qëllimi im. Si udhëhesi i këtij shërbimi. Po, ana e përmend disa momente të mira, të lumtura në përvojën tuaj me pacient? Momente të lumtura ka, pacient, domethënë një ndër momentet e lumtura ka qenë atëherë kur ne kemi bërë seancat e para të elektrofiziologjisë që ka qenë 12 dhjetori i vitit 2021, ku edhe kolegët e tjerë kanë qenë skeptik edhe shpeshherë kur na kanë parë që po përgatitemi, a është e mundur që ne ta zhvillojmë elektrofiziologjinë, sepse elektrofiziologjia në një farë mënyrë qendrat që bojnë elektrofiziologji konsiderohen qendra kardiake të avancuara dhe shumë vende dhe regjion nuk e kanë, për shembull, ende sa muj me ditë në sistemin publik, ende kanë vështirësi, domethënë edhe në Tiranë, edhe në Podgoricë, Shkupi ka fillu, qëndrojnë relativisht mirë, domethënë, po jemi pak a shumë, domethënë, konstelacion me këtë regionin ton, ka qenë një nga momentet shumë të lumtura dhe momentet kulminante janë pacienti i cili vjen dhe thotë si është e mundur që unë kam jetuar me vite me një ndjenjë aritmie, me një ndjenjë frike, me një ndjenjë pasigurie, sepse ku do të ndodh një emocion,
një diçka pacienti ka çrregullime të ritmit, që shkon frekuenca 20-30, rrezikon, i bën tensioni, duhet më shkuni, është nisë në shku për shembull në një vend, siç jam nisur me arë këtu te ju dhe fitoj takardi, duhet më shndru destinacionin. Domethënë kjo është diçka që e cenon pacientin jetën e vet përditshme dhe pacientat kardiak ne edhe me metoda tjera kardiake ndonjëherë shërojmë, për shembull pacienti trajtohet për infarkt, vendos stent apo gjithë jetën ka me vazhdu me përdor barna. Dhe bukura e kësaj lëmie është që këta pacient ndonjëherë shërohen, ne mjekësi i thojmë restitutio ad integrum latinisht, domethënë shërim deri në pikë. Pra ndodh që pacienti ka përdor një qese me barna dhe një ditë bukur mbas ablacionit ose studimit elektrofiziologik nuk e përdor asnjë barë. Dhe këtë do ta bëj gjatë gjithë pjesës tjetër të jetës. Mund të ketë probleme tjera të natyrës kardiovaskulare dhe jo më të tilla. Dhe kontingjenti i pacientëve supraventrikular në mosha 3 që kemi filluar të trajtojmë ne, domethënë rreth 98% e tyre, sidomos ata që kanë këtë par AVNRT, që është takardia më shpesh paroksizmale, domethënë në 98% e këtyre pacientëve shërohen plotësisht. Pra kjo është kënaqësia më e madhe kur pacienti vjen dhe të falenderon për punën e bëme, ekipës tonë dhe thotë unë nuk e kam besu, kam qenë skeptik që nuk do të trajtohem, nuk do të vrapoj në emergjencë me ampullat vera pamil ose mbaturat presolol që ka njerë edhe në çantë i mbajnë, sepse ju duhen atë shpesh. Sigurisht që ka edhe momente sfida, ka momente të vështira, sepse procedurat invazive din me ngrit tensionin e punës, din me zgjat, ka bart me vetet edhe rreziqet e rezatimit e gjitha ato të cilat i majnë, po përgjithsisht do doja të ndalesha te këto momentet e lumtura, të cilat janë mjaft inkurajuese dhe mjaft shpresëdhënëse si për neve që punojmë aty këto vitet e fundit, edhe kemi dëshirë të shkojmë tutje në zhvillimin e kësaj pjese profesionale, e posaçërisht për mjekët dhe infermierët e ri të cilët besoj që në një të ardhme do ta bëjnë këtë shërbim akoma më efikas dhe akoma më të lavdishëm siç është. Të falenderoj shumë për këto këshilla kaq profesionale për emisionin tonë. Faleminderit shumë, shpresoj që t'ja kemi arrit atij qëllimi për të sensibilizuar mjaftueshëm njerëzit në lidhur me çrregullimet e ritmit dhe për ta ditur se tashmë ka një adresë ku ata mund drejtohen në shërbimin e elektrofiziologjisë, elektrostimulimit në QKUK, edhe për problemet mjaft specifike lidhur me ritmin.